تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjitha lavdrimet dhe falëndrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falëndrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e Tij të drejtë nuk ka kush që devijon, dhe atë që Allahu e lën në humbje në devijim nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. O besimtar, keni frikë Allahun ashtu siç I takon atij dhe mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Vëllezër të dashur musliman, do të flasim pak rreth ditës së Xhumë, rëndësisë dhe vlerës së saj. Zoti I gjithësisë dalloi njeriu nga të gjitha krijesat e tjera, dalloi pejgamberët e Tij prej njerëzve të thjeshtë dhe prej pejgamberëve dalloi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dalloi tokën nga të gjitha planetet, dalloi Qabën e bekume nga të gjitha vendet e shenjta. Dalloi Ramazanin nga 11 muaj të tjerë, dalloi natën e Kadrit brenda Ramazanit dhe dalloi ditën e Xhumë nga ditët e tjera të javës. Vëllezër të dashur musliman, Xhumaja është festë javore. I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet Allahu këtë ditë e ka bërë festë për muslimanët. Transmeton Ibn Majah, Albani e vlerëson si të mirë. Dietarët thonë se dita e Xhumë konsiderohet festë javore sepse ajo është ditë madhështore, dita më e mirë tek Allahu. Është festë e adhurim e jo lojë dhe argëtim. Dita më e mirë e javës në të cilën ka lindur dhe perëndon dielli. Në ditën e Xhumë vëllezër, Allahu krijoi Ademin alayhis salam. Ajo veçohet me përgatitje të veçantë. Për shembull sikur pastrimi, veshja e rrobave të bukura, përfumosja, grumbullimi I muslimanëve në xhami për hutbe dhe namaz, shtimi I salavateve dhe pranimi I lutjeve në të. Dietarët kanë thënë se dita e Xhumë është festë javore, në të muslimanët shpeshtojnë përmendjen e Allahut dhe dëgjojnë këshillat në hutbe që u kujton urdhrat e Allahut. Gjithashtu në këtë ditë ata shpeshtojnë salavatet për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë mblidhen besimtarët me lutjet e tyre, cilat shpresohet që më së shumti janë të pranueshme se sa ditë të tjera. Kështu nëpërmjet kësaj dite zemrat ngjallen, shpirtrat zgjohen dhe besimtarët do thotë përkushtohen me adhurime. Surja është prej veçorive të ditës Xhumë nga se në ditë është veçuar një sure me këtë emër, pra surja El Xhumuah. Asnjë ditë tjetër vëllezër të javës nuk është veçuar me një emër të veçantë, do thotë një ditë të caktuar pos ditës Xhumë. Pra kjo është dita më e mirë e javës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita më e mirë në cilën lind dielli është dita e Xhumë, transmeton Muslimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita më e mirë në cilën lind dielli është dita e Xhumë. Në atë ditë u krijua Ademi alayhis salam, në atë ditë hyri në xhenet, ditën e Xhumë doli nga xheneti, në atë ditë vdiq, në atë ditë do të bëhet edhe kiameti. Kur të vijë thot dita e Xhumë, shtoni salavatet për mua. Dita e Xhumë ka shumë vlera vëllezër dhe është ndër ditët më të rëndësishme dhe më me vlerë të javës. Po ndër këto vlera ne do t'i përmendim nga se ka shumë të cilat përmendëm në hadithe, të cilat mund t'i përmendim mirë, por për shkak se Xhumaja nuk është mirë që të zgjatet shumë hutbja, atëherë I përmendim disa nga to. Prej veçorive të ditës Xhumë vëllezër është se mëkatet fshihen mes dy xhumave. I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 5 kohët e namazit
Gjumaja deri në Gjuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, I shlyhen thot mëkatet mes tyre, nëse njeriu I largohet thot mëkateve të mëdha. Ky hadith transmetohet në Sahihun e Muslimit. Pra, nga veçoritë e ditës Xuma dhe nga vlera e saj është se prej Xumas deri në Xuman tjetër, mes kësaj kohe fshihen mëkatet, nëse njeriu I largohet pra mëkateve të mëdha siç u thek në hadith. Është lehtësuar shtimi salavateve mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje është treguar vlera madhështia e salavateve në natën dhe ditën e Xumë. Kjo duke u argumentuar me një hadith ku I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Shtoni salavatet për mua në ditën dhe natën e Xumë, nga se kush dërgon salavate për mua një herë, Allahu dërgon për atë person 10 herë." Ky hadith është transmetuar në madhhab al-sunna, edhe gjithashtu për veçorive të ditës Xumë vëllezër është se namazi I sabat në ditën e Xumë me xhamat është namazi më I mirë I javës. Nga se I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Namazi më I mirë tek Allahu është namazi I sabahut me xhamat në ditën e Xumë." Ky hadith gjendet në Sahih al-Jami. Dita e Xumë është veçuar vëllezër me leximin e një sure të Kuranit. Ajo është surja Al-Kahf. Madje në disa hadithe është treguar vlera, madhështia e leximit kësaj sure në ditën e Xumë apo leximi pjesërisht nga kjo sure, një pjesë pra. I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush e lexon surën Al-Kahf në ditën e Xumë, I vendoset atij dritë, pra I ndriçohet deri në Xumën e radhës." Ky hadith në Sahih al-Jami. Në një hadith tjetër me një tekst pak më ndryshe, I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush e lexon surën Al-Kahf në ditën e Xumë, atij I shkëlqen drita mes tij dhe shtëpisë së lashtë Qabës." Ky hadith në Sahih al-Jami. Pra qëllimi është se kush e lexon surën Al-Kahf në ditën e Xumë, atij jepet mirësi, ndriçohet, jepet bereqet gjatë kësaj jave. Gjithashtu në ditën e Xumë vëllezër është një orë, një çast, një kohë kur lutjet e besimtarit nuk kthehen mbrapsht, pra pranohen. I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se dita e Xumë ka 12 orë. Nuk ka thot musliman që e lut Allahun e plot fuqishëm me diçka veç se Allahu ja jep atij, pra ata që lutet. Dhe thot kërkojeni atë në orën, në kohën e fundit pas ikindis, pra para perëndimit të diellit. Ky hadith në Sahih e Abi Davud. Nata dhe dita e Xumë vëllezër ka edhe një vlerë të veçantë që për muslimanin I cili vdes në atë natë, nga se I dërguari I Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "Nuk ka musliman që vdes në ditën apo natën e Xumë, veç se Allah do ta ruaj nga fitnja e varrit, pra sprova dhe dënimin e të." Disa dietarë për këtë hadith kanë thënë se është I dobët, kurse Imam Albani e thotë se është hadith I mirë. Vëllezër të nderuar, musliman, namazi I Xumës dhe ndëgjimi I hutbes është obligim për çdo mashkull të rritur dhe me mendje të kfilt, pra që nuk është I çmendur. Pra është obligim për burrat, për meshkujt Xumaja. Kurse për gratë nuk është obligim, pra është nivej për cila është, do thotë, e lejueshme, nuk nëse ato kanë dëshirë, do të kanë mundësi me ardh, munden, nëse nuk kanë mundësi, nuk e kanë pra obligim. Qëllimi është që nëse nuk e falin gratë Xumën, nuk kanë gjuna. Kurse për burrat është obligim, që I bie se nëse ata nuk e falin Xumën, kanë gjuna mëkat. Mosfalja e Xumës vëllezër është mëkat I madh për burrat është fjala. Dhe rrezik për muslimanin, nga se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë se gjersa ishte në mimber, thotë disa njerëz ose do të ndalen nga mosfalja e Xumës, ose Allahu thotë do t'u avullos atyne zemrat. E me pas do të shruhen thotë nga të shkujdesurit, nga ata që janë gafil. Ky hadith në Sahihun e Muslimit. Kurse në një transmetim tjetër I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush nuk I fal 3 Xumë rresht, pa arsye pra, thot ati personi
Allahu ja vulos pra zemrën. Pra rreziku i mosfaljes së xhumas në këto hadithe po tregohet se kush nuk e fal xhuman pa arsye, Allahu atij personi ja vulos zemrën. Gjithashtu hadithin që përmend më lart, Allahu do të nësaj person do të vazhdimisht nuk i fal xhumat, atëherë ky person do të shkruhet tek Allahu gafil, i shkujdesur. E disa dietar kur e kanë komentuar këto hadithe, kanë thonë se çka është qëllimi kur atij i vuloset zemra. Disa kanë thonë që i mbillet apo i krijohet kufri, mosbesimi në zemrën e tij. Disa kanë thënë që atij vendoset një shenjë në zemrën e tij dhe kur del ditën e gjykimit, me lajket e dallojnë se kush është ky person. Pra duhet të kemi kujdes dhe të jemi të kujdesshëm që çdo herë sa herë të vjen dita xhumat ta llogarisim sikur namazet tjera ditore gjatë javës, cilat i kemi obligim dhe nuk i lajm, ashtu edhe xhuman që ta falim. Vëllezër, lut Allahun që na mësoj që ta shfrytëzojmë natën dhe ditën e xhumas me vepra të mira, me largim nga veprat e këqija. Lut Allahun të na përfshijë në mëshirën dhe faljen e tij dhe na mësoj të shohim atë për Allahun në ditën në xhenet në ditën e xhumas, ashtu siç na ka njoftuar i dërguari i Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër të nderuar, nga vlerat dhe veçoritë e ditës së xumës gjithashtu është se në të është e pëlqyeshme edhe është sunet pastrimi. Është e pëlqyeshme prej suneteve të dërguarit të Allahut edhe parfumosja, vendosja parfumit për burrat, jo për gratë. Gjithashtu veshja e rrobave të zgjedhura të mira. Gjithashtu pëlqej dhe është sunet afrimi tek imami dhe gjatë mbajtjes së hutbes, ardha herët në xhumë, edhe sunetit dhe të ngjashme të tilla. Kurse sa i përket një dukurie apo një vepre e cila është bërë zakon në disa vende apo në disa xhamia tek muslimanët, të cilët e falin drekën pas xhumës, që nuk ka argument nga i dërguari i Allahut dhe as nga sahabët. Pra, përderisa nuk ka argument, na dim që adhurimet janë të ndalura tek argumentet dhe nuk na lejohet neve që të shpikim diçka nga ato. Nga sa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot men amala amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush punon një vepër për cilën ne nuk kemi urdhëruar, ajo vepër nuk pranohet tek Allahu, është e refuzuar. Dhe në një hadith tjetër thot men ahdatha fi amrina hadha wa laysa minha fa huwa rad. Kush punon, kush shpik një vepër për cilën ajo nuk ekziston, thot nuk pranohet tek Allahu. Andaj do thënë ditën e xhumë para hutbes dhe faljes namazit, muslimani nëse vjen herët, ka mundësi të falë namaz spaku 2 rekate për shëndetit xhamis, pastaj është i lirë të falë namazet 2 nga 2 sa doj, nga se kjo është transmetuar nga sahabët se kur vinin në xhami, falin namaz pa ndonjë numër të caktuar të rekateve. Ajo që të thuhet që është 4 rekat nuk është i saktë, pra sahabët kanë fal nga 2 rekat aq sa kanë mujt derisa ka ardhur do thot imami këtë rast i dërguari i Allahut dhe ka hyrë në hutbë, atëherë kanë ndërprer namazin. Kurse ai i cili dëshiron do thot të fal vetëm 2 rekat namaz, do thot për shëndetit xhamis dhe pastaj të lutet, bën lutje, të çon salavat për dërguarin e Allahut ose të lexoj Kur'an, është i lirë. Pra nuk ka rekate të caktuara të falen sunet para farzit para hutbes dhe farzit në xhumas, kurse pas farzit të xhumas prej sunetit është falen, nëse falen në xhami falen 4 rekat, nëse nuk falen në xhami sunetit për falen në shtëpi, atëherë fal 2 rekat, ose disa dietar thonë komplet maksimumi i suneteve pas xhumas janë 6, nëse don me fal 4 në xhami 2 në shtëpi, ose 6 komplet në xhami ose 6 shtëpi, pra muslimani është i lirë të fal 2, 4 apo 6. Pastaj vëllezër të mi, dërgoni salavat për pejgamberin alayhis salam, ashtu siç na ka urdhëruar Allahu në Kur'an ku thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe me lajket luten për të, o besimtar, lutuni dhe përshëndetini atë me selam. Gjithashtu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush dërgon salavate për mua një herë, Allahu dërgon 10 herë për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.